Ish presidenti të Kosovës Hashim Thaçi u mundsua ditën e sotme vizita në vendlindjen e tij në Buraj për të nderuar babain, i cili ndëroi jetë me 16 mars. Nën masa të rrepta sigurie, 5 ditë pas vdekjes së Thaçit, Thaçi vizitoi varrin e tij. I vetëm pranë varrit Thaçi vendosi një kuror me lule, e ku mbishkrimi ishte mjaft prekës: "Te varri yt erdha i fundit bab, para me erdhën mira qytetar, së shpejti dorë më dorë do t'i falenderoj të gjithë, qofti lehtë dheu i Kosovës", thuhet në mbishkrimin e vendosur në kurorën me lule. E derisa qëndroi te varri i babait, disa qytetarë ishin mbledhur pak metra më larg tij, të cilët i shprehën ngushëllime Thaçit për humbjen e babait, duke e thirrur president. Ajo çka ra në sy ishte numri i lartë i oficerëve të sigurisë, që nuk ja lejuan Thaçit sërish kontaktin me njerëzit që ishin mbledhur për ta përshëndetur. Thaçi më pas vazhdoi vizitën tek familjarët e tij, ku pritet të qëndrojë për 2 ditë, siç është njoftuar në mediat e Kosovës. Vizitën e Thaçit në Kosovë ka konfirmuar edhe specialja, duke njoftuar se ai është lejuar të bëjë nderime dhe të jetë pranë familjes së tij të ngushtë. Mund të konfirmojë se për arsye bindëse humanitare, trupi gjykues dhe gjyqtari i procedurës paraprake kanë udhëzuar sekretarin që të menaxhojë një vizitë në paraburgim në Kosovë për Hashim Thaçin, që t'i bëjë nderime dhe të jetë me familjen e ngushtë. I akuzuari mbetet në paraburgim dhe në paraburgim nga dhomat e specializuara, ka thënë Michael Doyle, zëdhënësi i dhomave të specializuara të Kosovës në Hag. Thaçi më parë nuk ishte lejuar nga specialja të merrte pjesë në varrimin e babait të tij. Haxhi Thaçi ishte i shtruar në qendrën klinike universitare të Kosovës në Prishtinë, ku po trajtohej për gjendjen e tij të rënduar shëndetësore, kur më 13 mars ish presidenti Thaçi, i cili ndodhet në paraburgim në Hag, u lirua përmes lejes për të vizituar babain e tij. Vizita e tij në QKK zgjati rreth 3 orë dhe u zhvilluan në masa të rrepta sigurie, ashtu sikurse edhe vizita që po kryhet aktualisht. Pas vizitës Thaçi u kthye në paraburgim në Hag. Gjatë qëndrimit të tij në spital, qytetarë të shumtë ishin mbledhur për t'i dhënë mbështetje ish presidentit dhe familjes Thaçi në këto momente të vështira.